Kërkojmë shpatjen e emergjencës kombëtare. Emergjenca kombëtare nuk duhet të jetë me fjalë boshe, me premtime kot dhe me premtime televizori, por duhet të jetë me firmë, me bull, brenda parlamentit dhe me përgjegjësitë penale dhe administrative. Ku janë këta njerëz që marrin gjithë këto lekë? 19 milion euro, ne do hani me luk florit, si thonë. 19 milion euro bëhen infrastruktura me genialitet, jo të përmbyten çdo shi që bie. Ka rënë shira shumë të mëdha në Durrës. Nuk kanë bërë këto lloj përmbytjesh. Para 2 ditësh këtu në këtë qytet ka vdekur një punonjës i bashkisë, punonjës i ndërmarrjes shërbimit komunal. Ai ka vdekur në mjerim, në darkë. Asnjë nga kolegët nuk ka ditur asnjë rrëqëje. Prindit e tyre, familja e kërkonit, nuk e kanë gjetur për 2 ditë. Dhe ky nuk është fati i një punonjësi bashkiak i cili vdes në mjerim me ujë deri në fyt. Kjo nuk është tolerueshme. Na kanë thënë atje kjo hoteli. Se që e thutë se hotelit. Kjo hoteli na çovi. FIFA që është kjo. Në 2:30 natës kërkova ndihmë, se gjatë ditës nuk më ndihmovi asnjë. Darkët në 2:30 natës tre më ka ardhur dhe më ka çu kjo hoteli. Kush? Këto shpëtimit, që shpëtojnë. U bëjnë thirrje të gjithë atyre që marrin parat tona, që marrin lekët tona, që paguhen nga taksat tona, të bëjnë minimumin jetik. Minimumi jetik do të thotë mos të përmbytet brenda një sezoni dimëror 2 herë. Oborët e shpistime edhe të komshimet mia brenda këtij sezoni janë përmbytur 2 herë. Çfarë do ndodhi pas? Se ku do kthehen këta njerëz? Ku do kthehen? A do kenë sërish shtëpitë e tyre? A do marrin ndërshpërblimin që u takon për këtë dëm i cili, le ta themi, është institucional? Nuk është i natyrës. Të themi që natyra e ka faj, ndërkohë që ne jemi ata të cilët duhet ta përmirësojmë dhe të krijojmë infrastrukturën e nevojshme që këto ne të jetojmë në jetë normale.